Në Kërçov, pas disa netëve të mbushura me rivalitet të fortë dhe lojë cilësore, ka përfunduar me sukses turneu i voleybollit i organizuar nga organizata sportive Rjeta e Yjeve. Ky aktivitet sportiv mblodhi 8 ekipe garuese dhe dashamirë të voleybollit, duke ofruar spektakël dhe garë të fortë deri në momentet e fundit, ku në fund u shpallën edhe fituesit e këtij edicioni, ndërsa vendi i parë i takoi klubit të voleybollit Shutova. Lojtari i turneut u shpall Besart Kurtishi. Vlen të theksohet se mbrëmja finale e turneut u mbajt pikërisht në 1 vjetorin e themelimit të organizatës sportive Rjeta e Yjeve, për çka të pranishmit ndoqën edhe dokumentarin e shkurtër në lidhje me historikun e kësaj organizate sportive. Më shumë detaje rreth turneut dha kryetari i organizatës sportive Rjeta e Yjeve Abdullah Dauti, i cili foli edhe për planet për në të ardhmen. Turneu i voleybollit sezoni 2 i organizuar nga organizata sportive Rjeta e Yjeve u zhvilloa gjatë 4 netëve, pra 19 prill, 24 prill, 26 prill dhe 28 prill, ku ishte edhe nata finale. Gjithashtu 28 prill ishte edhe dita ku organizata jon festonte përvjetorin e saj të parë. Edhe me këtë rast, pra natën finale tek ndarja e çmimeve prekëm edhe një pjesë të historikut se si është formuar organizata, do të thënë hapat e parë. Në këtë turne morën pjesë gjithsej 8 ekipe nga brenda dhe jashtë Kërçovës. Këtu do të falenderoj edhe ekipet mysafire që ishin nga Krusheva dhe Makedonski Brod. Një falënderim i veçantë për korrektësinë, sjelljen e tyre, po ashtu ato na bën ftesë që në turne që do organizojnë ato të jemi edhe ne prezent, edhe për ne ky është shumë i mirë se edhe si qytet bëjmë lidhje me to, po edhe ne si organizat do të thënë ngrihemi në një nivel tjetër. Ekipet që kaluan në finale ishin përballje shumë interesante mes KV Shutovës dhe KV Rinis së Shutovës. Një duel mes moshës së vjetur të themi, ose atyre që i kanë mësuar të trit luajnë, edhe Rinia normalisht me motiv arritën deri në finale. Finalja përfundoi ose u përmbyll me rezultat 3-0 në favor të KV Shutovës. Edhe me këtë ato u shpallën kampion, ndërsa për vend të tretë ose ato që kaluan deri në gjysmëfinale ishin edhe 2 ekipet mysafire, siç e përmenda Makedonski Brod dhe Krusheva ose Eagles. Nga këto të dyja Eagles mori vendin e tretë, ku u dalluan në lojë me rezultat të përgjithshëm 2-1 me set. Po, ne si organizat, pra siç e ceka dhe në fillim tek pjesa e ceremonisë së ndarjes së mirënjohjeve dhe pjesa ku ne treguam pak për organizatën tonë, ishte i pranishëm një figurë që voleybollin në Kërçovë ka ngritur në elitat më të larta. Profesori ose trajneri ynë Betullah Emini, cilin e falenderoj shumë. Falenderoj edhe për prezencën, edhe për fjalët e mira që na tha. Do të thënë ai ishte prezant aty dhe ndajti çmimet për lojtarët më të mirë, për ekipet fituese. Po ashtu, në këtë turne kanë marrë pjesë edhe lojtarë të dalluar, të cilët në kohën më herët, pra kur KV Shutova garonte në ligë të parë, kanë luajtur dhe kanë dhënë kontribut, si Ivan Andonov, Dragan Çonane e të tjerë. Edhe për këtë do të thënë ne ndjeshim disi si në kohët më herët, na ktheu pas në vitin 2015-2016 kur shpallën edhe kampion. Ishte një finale e bukur, ishte një turne i bukur. Besoj se jemi zgjeruar më tej, edhe shpresoj që në të ardhmen të vazhdoj ky progres. Në përgjithësi ishte një turne goxha i bukur, me emocion. Falenderoj të gjithë pjesëmarrësit, pra të gjithë ato që kontribuan, sponsorët, publikun, referët ta, njerëzit që u munduan në çdo aspekt që gjë mos dështohet se mos dalë keq para publikut. Falenderoj shumë sponsorët dhe afaristët kërçovar që e bën të mundur këtë turne, edhe shpresoj në të ardhmen që mos i mundojnë vetëm sponsorët tanë, po të kyçin edhe institucionet ose ministrit. Organizata sportive Rjeta e Yjeve përveç turneve që ka realizuar deri tani ka filluar edhe me seminare ose trajnime, ku tregon se çfarë janë organizatat,
si është krijuar organizata jonë, çfarë kuadri do të ketë ose si niset një nismë për një organizatë. Me këtë kemi filluar pak para turneut me seminare nëpër shkollat fillore. Do kalojmë edhe në shkollën fillore të qytetit të Sande Shterioski, në shkollën e mesme komunale Drita. Po ashtu jemi në bisedime me shkolla të mesme nga qytete tjera, si Struga, Tetova, Gostivari dhe Shkupi, edhe besojmë se do të depërtojmë deri atje. Dhe kjo do jetë diçka shumë e mirë për ne, sepse edhe do zgjerohemi, po edhe do e njoh një rreth më i gjerë organizatën, edhe besojmë se me turnire pastaj do kemi edhe më shumë avantazh. Do mundemi të kemi ekipa edhe nga jashtë, po ashtu edhe publik nga jashtë. Ndërsa sa i përket planeve, besojmë javët që vijnë në bashkëpunim me PAV-n, do thënë kjo është një lajm i ri që e tregojmë sot, në bashkëpunim me PAV-n, projektet e vlerave humane në kuadër të Kryqit Kuq, do realizojmë turne në bashkëpunim me gjimnazistët, është kërkesë nga ato. Do ketë turne edhe për futboll edhe për volejboll. Po atë e lëm kohës, dhe shohim kur do na përshtaten datat ose dita fikse, edhe do vazhdojmë përsëri. Ndërsa më tutje, pra në stinën e verës, besojmë se do shpërthejmë me një turne të madh.